Sot ditë vjeshte me diell dhe uroj që ky ngrohtë të ngrojnë rreth parë zemrat e çdo mërgjimtari që kanë qenë këtu dhe sot kthehen përsëri në vendet e tyre të punës. Uroj që i Madhi Zot të bekojë ata dhe familjet e tyre dhe gjithmonë qofshin të gëzuar, patëshin shëndet dhe gjithë të mirat e kësaj bote. Falenderim për gjithë qytetarët që tregojnë gatishmëri të lartë për të realizuar të drejtën e tyre pra kushtetuese dhe drejtën e tyre ligjore për të votuar sot. Dhe ashtu siç është një ditë e ngrohtë, uroj që edhe mbrëmja e kësaj dite të jetë e ngrohtë me një fitore për punën, dinjitetin dhe për të ardhmen e qytetit Kërçovës. Uroj gjithashtu që ky proces zgjedhor të plotësojë të gjitha standardet demokratike. Tani më Kërçova ka dëshmuar në periudhën e kaluar vetëdijsim të lartë në procese zgjedhore, edhe para 2 javësh, edhe sot sigurisht që do ta dëshmoj atë vetëdije të lartë. Në fund, pra e rëndësishme është që ky proces të kalojë sa më mirë dhe më mbetet edhe një herë të uroj gjithë qytetarët, pra gjithë mbështetësit për kujdesin e tyre, për mbështetjen e tyre dhe mbi të gjitha për kulturën e tyre të lartë që kanë treguar në këtë proces zgjedhor. Uroj të kenë më të mirën dhe gjithmonë të gallënjej më e mira. Të drejtën e votës e ka shfrytzuar edhe kandidati VMRO-DPMN-s për komunën e Kërçovës Aleksandr Jovanovski, i cili votoi sot në shoqërinë e bashortjes së tij. Ai përmes një postimi në rrjetet sociale thasi së bashku me bashortjen e tij kanë realizuar të drejtën e votës për Kërçovën, për bashkimin dhe zhvillimin. Jovanovski ftoi qytetarët që të dalin në votime, duke theksuar se sot është një ditë e bukur për të marrë të ardhmen në duart tuaja, një ditë e bukur për fitore. Qytetarët do ta shfrytëzojnë drejtën e tyre me vullnetin e tyre të lirë, do të votojnë dhe do të zgjedhin të ardhmen e komunës tonë për këto 4 vitet e ardhshme. Shfrytëzoj rastin të u bëj thirrje të gjithë qytetarëve pa dallim që të votojnë me qetësi, me përgjegjësi dhe me respekt për njëri tjetrin, sepse neve përpara se të jemi votues, në radhë të parë jemi njerëz dhe Struga ka qenë gjithmonë shembull i bashkëjetesës dhe duhet si e tillë të vazhdojë edhe më tej. Sot edhe unë realizova të drejtën time për të votuar së bashku me familjen, këtu në vendvotimin në fshatin Selc. Uroj për një proces të mbarë, të qetë dhe demokratik. Njëkohësisht ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve për një dalje sa më masovike, sepse çdo votë është shumë e rëndësishme për të ardhmen e qytetit tonë. Unë sot bashkë me familjen time, si të gjithë ju e dash votën për të treguar demokracisë. Du e falenderoj përzemërsisht të gjithë ata të cilët po dalën dhe shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike. Dilni të gjithë votoni. Sot në këtë ditë të bukur të 2 nëntorit shfrytëzova të drejtën time qytetare për të votuar për udhëhecjen e ardhshëm të komunës së Tetovës. Njerit bëj ftesë deri te gjithë bashkëjetarët e mi që po ashtu ta shfrytëzojnë këtë drejtë demokratike për të zgjedhur kryetarin i cili do të punojë për të ardhmen e tyre, për të realizuar projekte në të mirë të përmirësimit të jetës së tyre të përditshme. Po ashtu gjithë qytetarët e Maqenisë së Veriut, në të cilët votohet, kërkoj që të dalin, të votojnë, të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, sepse pushteti lokal është pushteti më i afërt ndaj kërkesave të tyre, problemeve të tyre dhe realizimit të projekteve të cilat do të përmirësojnë jetën e tyre. Edhe një herë urime të gjithë qytetarëve të Maqenisë së Veriut në gjithë ata komuna ku sot votohet, këtë ditë të bukur me diell, urojmë që në mbrëmje gjithë procesi të përfundojë në mënyrë demokratike dhe qytetarët të kenë të drejtë të zgjedhin kryetarët e komunave të tyre.